Mbasi pam rastin e princeshës së Tisulit në videon e fundit, linkun e së cilës për ata që nuk e kanë parë ende po e vendoste për shkrimi, por do e gjeni edhe në fund kësaj video të shkurtër lart djathtas, po trajtoj shkurt edhe dy raste të tjera që kanë mbetur misterioze të ngjashme me rastin e saj. Në kohën e Romës së lashtë, kur perandoria lulëzonte dhe qytetërimi ishte në kulmin e tij, lindi një enigmë. Në kohën e Ciceronit, njërit prej oratorëve dhe burr shtetasve më të mëdhenj në historinë romake, ishte varrosur një sekret. Ndoshta pak prej jush kanë dëgjuar për këtë. Është historia e një gruaje të re, që shumë besonin se ishte vajza e tij. Trupi i saj u gjet në një sarkofag të bërë me një mjeshtëri që bënte të dukej i pandryshuar nga kalimi i kohës. Por gjëja më e habitshme është se brenda sarkofagut, trupi i saj ishte i zhytur në një lëng transparent që me sa duket e mbante atë në një gjendje të përsosur ruajtjeje. Janë bërë përpjekje të shumta për të përcaktuar përbërjen e këtij lëngu, por sa herë që shkencëtarët kanë tentuar, janë përballur me kundërshtinë e të panjohurës. Lëngu mbetet i mbuluar me mister si dhe vetë gruaja. Gjatë viteve, shumë njerëz kanë vënë në dyshim edhe identitetin e gruas së re. Ishte vërtet vajza e Ciceronit apo thjesht një grua që vdiq në kohën e saj? Askush nuk mund të japë një përgjigje përfundimtare. E ashtu quajtura vajza e Ciceronit është bërë objekt i shumë spekulimeve dhe teorive. Disa besojnë se ajo ishte viktimë e një rituali të lashtë ose eksperimenti, ndërsa të tjerë sugjerojnë se ajo mund të jetë varrosur e gjallë si një përpjekje e fundit nga Ciceroni i smur për të sfiduar vdekjen. Alienët, magjia, alkimia, hyjnoria, gjithçka është marrë në konsiderat për të shpjeguar se si trupi i saj mund të ishte ruajtur kaq mirë gjatë shekujve. Megjithatë, e vërteta që rrethon këtë grua të re mbetet një nga enigmat më të mëdha të botës antike. Por ka edhe një histori tjetër të ngjashme me këto të dyja. Në lindjen e largët, në tokat mistike të Kinës së lashtë, kemi një kapitull tjetër në historinë tonë. Përtej mureve të pallateve imponuese dhe thellësive jo aq të thella të varreve të lashta, arkeologët zbuluan diçka të jashtëzakonshme. Trupin e një gruaje të re të vulosur në një sarkofag të mbuluar plotësisht me një lëng enigmatik. Kur sarkofagu u hap, lëngu avulloi menjëherë. Gjithçka ndodhi në mënyrë të papritur dhe me një shpejtësi të tillë saqë nga gruaja mbeti vetëm trupi duke ruajtur bukurinë e saj të paprekur. Ajo pushoi në paqe dhe madhështi, sikurse ëndra në të cilën kishte rënë, ndërsa shkencëtarët ishin ende të hutuar. Lëngu që avullohej kaq shpejt pas kontaktit me ajrin ishte diçka që ata nuk e kishin parë kurrë më parë. Ai arriti të ruante trupin e gruas së re kaq mirë gjatë shekujve. Pyetjet janë të shumta, por përgjigjet mbeten të munguara. Historia e princeshës të Tisulit doli të ishte shumë më e gjerë dhe më komplekse nga sa mendoi fillimisht. Sy të tjerë mund të perceptojnë misterin që rrethonte princeshën dhe bukuritë e tjera sekrete të së kaluarës. Duke u thelluar, pyetjet shumë fishohen. Cilat janë ato lëngje enigmatike që i mbajnë trupat e lashtë në një gjendje të tillë ruajtjeje, të rigjeneruara? Çfarë teknologjie apo njohurie është përdorur për të arritur këtë qëllim? Kemi të bëjmë me diçka toksore apo jashtëtoksore? Apo civilizime shumë të zhvilluara për të cilat nuk jemi në dieni? Dhe gjëja më e rëndësishme, nga erdhën këto gra dhe pse ishin ruajtur aq mirë pikërisht këto? Kjo gjë nuk është bërë me figura të njohura të epokave përkatëse. Ju çfarë mendoni? E keni të vështirë të shprehni mendimin tuaj që nguroni të komentoni? Në qoftë se kjo video ju pëlqeu, bëni atë që duhet bëni. Klikoni më pëlqen, regjistroni në kanal dhe shpërndajeni videon. Takohemi së shpejti në videon tjetër.